kemi një takim me historinë në kuptimin më të plot fjalës. Zakonisht zgjedhjet janë zgjedhje të rëndësishme, janë gjitha, pa diskutim për të zgjedhur kush. Po ka raste që zgjedhjet nuk janë vetëm kaq. Ka raste që zgjedhjet përcaktojnë jo thjesht kush do qeverisi për 4 vjet, po ku do jetë vendi në 30 vite të ardhshme. Dhe unë po ju them pa asnjë egzagerim që në 11 maj mund të luhen 30 vite. Sepse sot Bashkimi Evropian e ka hapur derën për Shqipërinë. Nuk e kishte të hapur deri para ca kohësh. Thoshin që një ditë do jeni me ne etj, po dera s'ka. Siç të hapur dera, sepse nuk kishin vullnet të plot për të përshpejtuar ato që ata i quajnë zgjerimi, për mua është ribashkimi. Dhe për këtë arsye, ata që thonë që ç'është kjo histori me Edi Ramën tash, thoshte njëri je fallxhorja më e madhe që ka Shqipëria, se prap po ma mushmenin. Ç'është ky muhabet 3 herë 3 mandate, nuk mjaftuan për të futur në BE, u dash nga 1-4. Problemi është që nëse 11 maj nuk do bëhet gjëja dur, mund të duhen pastaj edhe një 5 mandate të tjera, jo për mua, po për të tjerët, për të kthy këtu ku jemi. Sepse kështu funksionon BE-ja. Po të ishte kjo gjëja me logjikën e këtyre që thonë ja ku je, bëj gjërat, lufto këtu, bëj atë dhe hyn BE, do kishin hyrë BE të tjerët. Malizi i ka hap negociatat para nesh. Jo para nesh, po para se të vim ne në detyrë, në 2012 i kanë hap negociatat ata. Dhe akoma janë te dera, dhe i kemi arrit dhe ne, tani jemi të dy bashkë te dera me Malezi. Serbia i ka hap në 2014 negociatat. Është mbrapa nesh tani, ishte shumë përpara. Maqedonia është bërë kandidate në 2005. Akoma si ka hap negociatat. Kështu që larg qoftë, dera e hapur mund të mbyllet prapë, se kështu ka funksionuar. Ata e hapin në një moment, marrin ca brenda, prapë mbyllen, thonë shifemi prapë. Dhe vin momente si ai që erdhi në 2017-18, se kam mirë parasysh tash mandatin e mëparshëm të von der Leyenit, para von der Leyenit parë, kur thanë cop, këto 5 vjet s'ka asnjë zgjerim. Me një fjalë 5 vjet rrini ju, se ti bë çfarë dush, ai thot s'ka, nuk e hapun derën, ti mund të hidhesh përpjet jashtë. Tani është dera është hapur, dhe ne na duhet të hyjmë brenda. Dhe na duhet të hyjmë brenda sepse kemi edhe i mundësinë reale të hyjmë brenda, pasi kemi në tavolinë planin që ata na kanë vënë përpara dhe kemi rënë dakord të dyja palët që në 2027 të mbyllim negociatat. Të mbyllim negociatat në 2027 do të thotë që ne ta kryjm punën. Ta kryjm punën. Pastaj vjen procesi i ratifikimit në parlamentet e vendeve të tjera dhe ne hym në sallonin kryesor të Bashkimit Evropian. Kështu që këto zgjedhje nuk janë shumë pak zgjedhje me KIE, me KSIE. Këto zgjedhje janë për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian në 2030 apo sie. Dikush mund thotë jo mo jamun, po jo me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste, nuk bëhet, nuk ndodh. Më vjen keq, po nuk ndodh. Sepse qoftë edhe sikur lejer që t'imagjinosh të çosh bufin e kënetës për të bërë negociata është e pa konceptueshme, është e pa imagjinueshme gjithata. Sa t'ju kujtohet se kush është, mbaroi filmi i Shqipërisë.
mbaroi filmi i Shqipërisë. Mos harroni që nga 2011 në 2013 nuk ka shkel njëri në Tiranë më. Nuk ka shkel njëri në Tiranë, vizita etj etj. Ne në datën 16 maj do presim gjithë Europën tu, në Tiranë. Por edhe sikur mos ishte bufi, edhe sikur t'ishte more çfarë them, t'isha unë në anën tjetër. 2027 do të thotë që ne të negociojmë, punojmë çdo ditë, janë 1000 veta. Këtej 1000 veta andej që punojnë me këtë punë. 1000 veta, e kuptoni se janë gjitha departamentet, zyrat e Bashkimit Evropian që janë njëra ca për bujqësinë, ca për blegtorinë, ca për ajrin, ca për zojt, ca për peshqit, ca për ujrat, ca për mjedisin, ca për ekonominë, ca për shtetin ligjor, gjithçka që ka organizmi i shtetit që merr me këtë punë. Momentin që ti bën një zgjedhje të paqartë ose bën një zgjedhje që e përzihen dhe e prish qëndrueshmërinë, vetëm fakti që do 6 muaj sa të rifilloj puna, ka mbaru, nuk arrihet afati. Momentin që nuk arrihet ai afat, fillon